Sot do t'i hedhim një sy më nga afër Agjencisë së Pasurive të Paluajtshme Bele Imo Agen. Do të përpiqemi të kuptojmë se si e paraqesin ata veten, cili është vizioni i tyre dhe çfarë premtojnë. Gjithçka që do të dëgjoni bazohet tërësisht në materialet e tyre publike. Dhe ja ku e kemi, direkt në thelb të çështjes. Gjëja e parë që ata duan që të dish për ta është kjo frazë, Leidenschaft für Immobilien, që përkthehet pasion për pasuritë e paluajtshme. Duket qartë se kjo nuk është thjesht një slogan marketingu, por është vetë themeli i identitetit të tyre. Por ky pasion nuk vjen nga hiçi. Ata e lidhin me diçka shumë thelbësore, diçka që të gjithë e ndjejmë, dëshirën e kahershme njerëzore për një streha. Ideja është që rehatia dhe siguria më e madhe gjendet brenda 4 mureve të shtëpisë tonë. Pra, le të hyjmë në seksionin e parë, që fokusohet pikërisht te kjo ide. Ëndra për një shtëpi. Këtu fillon gjithçka. Dhe këtu bëhet interesante. Sipas tyre, nuk ekziston një formule vetme për shtëpinë e ëndrave. Ato janë unike, po aq sa njerëzit që banojnë në to. Nuk ka rëndësi nëse është e thjeshtë apo luksoze, në qytet apo në fshat, ajo që ka rëndësi sipas tyre është që të jetë e planifikuar dhe ndërtuar me pasion. Mirë, tani që e kuptuam filozofin, le të kalojmë te pjesa praktike. Çfarë ofrojnë ata konkretisht? Ja ku vjen seksioni i dytë. Shërbimet dhe projektet aktuale. Okej, pra si përkthehet gjithë ky pasion në vetrime konkrete? Po, ja ku I kemi 3 drejtimet kryesore. Së pari, ata zhvillojnë projekte të reja. Së dyti, merren me shitjen e pronave ekzistuese të klientëve. Dhe së treti, janë vazhdimisht në kërkim të tokave për ndërtim. Praktikisht, një cikël I plot në botën e pasurive të paluajtshme. Dhe për t'i bërë gjërat më të prekshme, le të shohim 2 nga projektet e tyre kryesore. Kemi projektin Avante në Pfaffhausen, një ndërtesë re me standard të lartë energjetik, fiks në kufi me qytetin e Zürichut. Pastaj kemi Am Landenberg në Folketsville, që premton një kombinim interesant, rehatin e jetës urbane me qetësinë e fshatit. Ajo që bie në sy këtu është ritmi, apo jo? Kjo linjë kohore na tregon se nuk kemi të bëjmë me njoftime të rastësishme. Kemi një projekt të ri në shkurt, një tjetër në maj dhe pastaj një të tretë në korrik. Kjo tregon një aktivitet të vazhdueshëm dhe një fokus të qartë në zona si Folketsville dhe Pfaffhausen. Por, historia nuk mbaron me projektet që ata njoftojnë. Ka edhe një anë tjetër. Ata nuk janë vetëm zhvillues, por edhe blerës aktiv. Kjo pyetje drejt për drejt është në fakt një ftesë e hapur për pronarët e tokave, duke treguar se modeli I tyre I biznesit kërkon një furnizim të vazhdueshëm me mundësi të reja. Kalojmë tani në seksionin e tretë. Çfarë mund të presish kur punon me ta? Cilat janë rregullat e lojës? Le të shohim parimet e tyre të bashkëpunimit. Ata vetë I theksojnë 4 shtylla kryesore që, sipas tyre, janë themeli I çdo marrëdhënieje: besimi, diskrecioni absolut, transparenca dhe afërsia me klientin. Këto janë 4 parimet që ata I shpallin si të patjetërsueshme në çdo hap të procesit. Mirë, fjalë të mëdha, besim, transparenca, por si duket kjo në jetën reale për një klient? Si përkthehen këto koncepte abstrakte në një përvojë konkrete? Po, përgjigja që ata japin është një proces I strukturuar, një lloj udhëtimi me 4 hapa kryesor. Fillon me beratung, pra këshillim I thellë, sepse këto janë vendime të mëdha. Më pas vjen Unterstützung, mbështetje gjatë gjithë rrugës. Pastaj Begleitung, shoqërimi deri në fund, dhe I gjithë ky proces çon te hapi I fundit, Verwirklichung, realizimi I ëndrrës. Dhe kështu arrim në seksionin e fundit, aty ku gjithçka lidhet bashk. Cili është qëllimi final I gjithë kësaj? Misioni I tyre, realizimi I ëndrave për një shtëpi. Këtu hasim një fjalë kyçe, një koncept shumë specifik që ata përdorin: refugjum. Nuk është thjesht shtëpi. Një refugjum është një strehër personale, një vend ku ndjehesh plotësisht I sigurt dhe rehat. Pra, misioni I tyre nuk është thjesht të ndërtojnë mure, por të ndihmojnë në krijimin e kësaj hapësire të shenjtë personale. Pra, e gjithë kjo filozofi, gjithë ky proces, I gjithë ky pasion përmblidhet në këtë fjali të vetme: Wohnträume verwirklicht, ose thënë ndryshe, ëndrat për një shtëpi bëhen realitet. Ky është premtimi I tyre final. Pra, në fund të ditës, mesazhi duket I qartë. Bele Imo nuk prezantohet si një kompani që thjesht shet prona, por si një realizuese ëndrash, si një krijuese e strehave personale. Dhe kjo na lë me një pyetje për të menduar. A është ky premtimi I vërtet I pasurive të paluajtshme sot, dhe a mund të përmbushet ai I vërtet?